Përshëndetje Ministrisë së Bashku, mirëdita, vjen transmetimin e drejt për drejt këtu në Report Televizion. Jemi deri rreth orës 13 për të ndarë zhvillimet e rëndësishme dhe tjera në Korale. Së pari fokusohemi tek ngjarjet më të rëndësishme deri më tani, pra deri rreth orës 11. Apeli postatshëm ka lënë në fuqi masat e sigurisë arrest me burg për 8 prej pjesëtarëve të grupit Raja, mes tyre edhe djali i ish-deputetit Partisë Socialiste Recep Raja. Antarët e fistit Raja janë arrestuar me urdhër të SPAK në dhjetor, të dyshuar se 5 vitet e fundit kanë trafikuar rreth 2.4 ton kokainë dhe marijuan në vlera miliona euro drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka ekzekutuar vendimin e GKK-s për masat e sigurimit personal, arrest në shtëpi për 3 efektiv të Orikumit. Masat vijnë pas jetimit kryer nga SPAK, ku dyshohet se 3 punonësit e policisë kanë marrë shumën prej 2.700 euro nga një shtetas në këmbim të shmangjes nga përgjegjësia penale. ANP-ja sqaron se SPAK ka dokumentuar me prova ligjore akuzat e shpërdorimit detyrës dhe veprimeve korruptive të shefit stacionit policor të Orikumit, të një inspektori krimesh dhe një specialisti të policimit në zonë. Kontrollet për kancerin e qafës të Midrës do të nisin në një moshë më të re, në përpjekje për të kapur më herët rastet me risk dhe për të parandaluar sëmundjen. Programi kombëtar i depistimit ka ulur moshën nga 40 në 35 vjeç. Mjeku Alban Ylli thotë se incidenca në vend është në rënje. Virusi i papilomës humane prapet përmes marrëdhënieve seksuale. Specialisti i SHP-s sqaron se po punohet për të përmirësuar testimin e HPV-s dhe forcimin e parandalimit përmes vaksinimit. Në një mbrëmje të veçantë me rastin e 90 vjetorit të lindjes është përkujtuar dhe nderuar mjeshtri i madh i filmit shqiptar Dimitër Anagnosti si një akt mirënjohje për trashëgiminë artistike. Janë kujtuar filmat më të njohur dhe më me ndikim të Anagnostit, bashkëshortja e tij, aktoria e mirënjohur Roza, rrëfeu rrugtimin shumë dimensional, jo vetëm të Dimitër Anagnostit, regjisor, por edhe si bashkëshort dhe baba.